se ginekologu dhe obstetri janë ata dhe gjinden aty ku fillon jeta. Kur fillon jeta, obshtirë me bazë dështime. Çdo dështim është faktikisht edhe një humbje pjesës jetës të vetë profesionistit. Patmirësisht, i falënderimet babaje takojnë tjetër kuj, po edhe profesionit tim dhe angazhimit tim, dhe gjatë gjithë kësaj kohe, nuk kom pas raste që më kam vdek do një paciente, ose të porsalindur, që janë bi 40 vit, por pos disa që kanë ardhur me fëmijë vdekur, për pa që s'kem pas mundësi të rinjallin se rinjallin të jetë ku shëmban. Është e vështirë, dhe thënë që për gjitha lamive shëndetësore që janë, ginekologjia është dega që është ma e vështirë. Kur e them ma vështirë pëse? Vjen pacienti a 7 zana t'ju qesh për gëzimin edhe mundet për dalë e vdekur.